Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, në podcastin Mesut Shabani. Miq të mi, data është 8, muaj është i 6, viti 2026. Sot është e hënë. Gjithë ditën e lume, tash jemi pak para mesnatës. Dhe, si zakonisht të hëna fillon përplasja politike në Maqedoninë Perëndimore. Po të dëgjosh qeverinë dhe Vlenin, dini atë këngën që e këndonte Sinan Hoxha, fustani me kuklla, e Vleni është fustani me kuklla. Po të dëgjosh, Maqedoni rrjedh mjalt dhe qumësh në rrugë. Kush tha se? Po të dëgjosh se LVV-ja ka fituar. Okej, ka fituar, kërkush nuk e mohon. Por, PDK-ja dhe LDK-ja duhet të ngrenë një, jo analizë, por nëse kanë mundësi, një prishje të vendvotimeve në Kaçanik, në Eleson dhe në Ferizaj. Gjitha këto komuna. Për shkak se dikush i ka sjell ata që i përmendi Afrim Gashi mbi 100.000 familje shqiptar që kanë shtetësi të dyfishta në Kosovë dhe në Maqedoni. Dikush i ka sjell të votojnë atje. Pra, ka pasur organizimi nuk lejohet në vendvotim. Okej, ne vetëm e përmendëm kështu kalimthi, ku e mba veten fustani me kuklla Vlen. Dhe. Unë si Mesut Shabani, këtyre ditëve jam drejtuar State Departamentit Amerikan si gazetar, kuptohet me ato dy licencat që i shihni te telegram.me në fund të shkrimeve që mbajnë në shkrimin tim. 14 vite e më tepër jam antar i shoqatës botërore të gazetarëve. Jo dje, jo pardje, jo në kohën e Bilal Kasamit Divinisi, 14 vite. 14 vite më ka bëj argat llokan dhe ja di për nder. Ja di për nder. Mos kishin ajo fazë kur BD-ja më mbylli krejt, largoj edhe nga puna, edhe vajzën tash nga puna, edhe krejt çdo gjë, sepse unë jam armiku numër 1 i BD-s, kështu thonë ata. Jam drejtuar State Departamentit Amerikan. Tash jam armiku numër 1 edhe i Mickovskit edhe i Vlenit. Jam drejtuar State Departamentit Amerikan. Nesër te telegram.me do e nxjerrë një pjesë të asaj, se pjesa tjetër është private, dhe do t'u tregoj se çfarë më thon ata. Kujt i drejtohen plus. Unë në atë shkrimin tim, kuptohet me ato dy fotografitë e licencave, e kam paketuar atje, nuk e fshefi. Mickovski, nga bloku Maqedonas, dhe Nikolovski. Po sa shish Nikolovski. Dhe Bilal Kasami dhe Izet Mexhitin, dy, dhe jeton Shasivar. Nuk do hy atë pse. As që më intereson kush çka si, unë i kam arsyet e mia pse. Dhe tu në Maqedoni, kur ta shohësh, në pushtet ne kemi dy superfuqi botërore. Nëse vëmëroja koketon me Vučićin, Vučići është dorë zgjatur edhe e Kinës edhe e Rusisë, a Rusia ka mik Iranin, tu është mish-mash i madh, thonë, kemi në pushtet. Edhe te bloku Maqedonisë dhe bloku shqiptar të gjitha këto ndikime politike. Maqedonia vërtet është Casablanca. Por, problemi atyre të cilët janë në pushtet. Problemi atyre të cilët. Kërkush nuk ka faj se nesër familjet e tyre dikush do u tregoj me gisht. Ironia, në një rrjet sociale pash, kryetari aktual i Komunës së Tetovës ka filluar të imitoj Donald Trump. Bilal Kasami. Diku e ka dërguar bashkëshortën e vet që është okej. Të jetë prezente në një çerdhe për fëmijë. Dhe pastaj është përgjigjur ai drejtoresha e kështu me radhë. Pra, tash ka mbetur vetëm kush ka mbetur, nëse kanë edhe në një tjetër që të dërgojnë, se fëmijët janë shumë të vegjël. Mendoj ende nuk kanë më shumë madhore, më duket. Okej, Bilal. Atë servotën shto na të na dërum. Dhe a dini çfarë tha sot për trotinetat? Këtë tova pyet çka po me trotinetat. Ai nuk skuqet, si të skuqet. Mbarja, si ishte ajo që thonë marsorët e mi. Shkoj në Brodec dhe Brodecin e la të paguajnë, kalojnë për Shkovicë e la të paguajnë, ndërsa atje ku nuk ka banor, pra në Veshall, në Bozovc, do e kenë pa pare. Transporti 2 herë në ditë. Okej, ndërsa për trotinetat frarëve. Tutti merrni me qira.
I pyetur për këtë, kryetari i komunës Bilal Kasami tha se janë në servisim dhe se së shpejti do të rikthehen në qarkullim. Do të kthehen shumë shpejt, janë do të çaton mjetet komunikacioni që shfrytëzohen në kushte atmosferike. Operatori i cili ka marrë të drejtën për vendosjen e qarkullimit të atyre, ka bërë servisime dhe riparimin të atyre, sepse fatkeqësisht pjesë e madhe të atyre janë dëmtuar dhe unë besoj që shumë shpejt do të rikthehen përsëri në qarkullim. Por besoj se nuk do i ndihmoni, Bilal. Merrni mend. Nga taksapaguesit e komunës së Tetovës, cilët 90% janë shqiptar, janë mbledhur gjithë ato trotinete dhe janë dhënë një operatori. Normal, një të afërmit të partisë. Dhe ai për një vit nuk pas ka pasur kohë që të bëj servisimin. Në muhabete tetovare të Bilal Kasamit pas darkët shajt. Çfarë nuk dëgjosh. Dhe pastaj që t'i arsyetoj tash i ka ndalë disa gjëra për kossisht që t'i arsyetoj gjithë ato shitjeve që i përgatit t'i shes pra komplet tetovën. Është plan i huaj ajo. Plan i huaj. Dhe e përmendim Mickovski në tubimin në Vinic se tha, ne nuk kemi faj që qeveria e kaluar ka nda tokat, vetëm i kam shënuar këtu vetëm për 1 deri në 5 dhe prej 5 deri në 1. I ka nda sipas kategorive. Nuk kemi faj. Kanë miratuar dhe në duhet t'i plotësojnë. Po, unë dhe kësha pyetur Mickovskin dhe në gjurë maqinose. Vë selo Siricina, Saracina, Siricina dhe shëtje, Saracina. Dozvolët e dadena između 2023 i 2025. Ne bivša, nego segašna. A i ministri jotë, që e ke dhe zëdhënës kryeministër Nikolovski, a i ka dhënë leje për ndërtimin e asaj pjesë të ndrimin e kadastrës nga, pra kulturës në kadastrë, nga prodhuese në ndërtim, nga fush në ndërtim. Nuk kam dhënë unë, e cila është puthja, është tjetër. Kryesore, njerëzit e din për çka bëhet fjalë, pra nuk ka kërkush më barë, nuk ka kërkush barë. Dhe Afrimgashi nuk ishte Afrimgashi, po të mos kështu duke u treguar gjëse naif, ai po tregon diçka tjetër. Pra, nuk e di pse e bëni shumë të madhe tha ligjin për përfaqësim. Lidher për përfaqësim. Ata duhet vinë, nuk i kanë shkuar sot, se di pse, nuk i kanë shkuar, por opozita ka bërë gabimin më të madh deri tash. Pas vitit 1992. Që i shkoi Adnan Azizit Hoxhës në atje ku udhëheq ai me atë komision. Sepse vetë prezenca është bën forumin. Votove, nuk votove. Tani bani mendimin që në të dishën çfarë tha kryetari i SK-i Parlamentit të Republikës së Maqedonisë. Po PD-ja kur u miratu Kushtuta e Maqedonisë e para e cila është nëna e kritikëve të kësaj. Aty ishin, forum ishin. A të votojnë në është demokraci? Dhe në demokraci lejohet bëri numrat, ndroje kushtetutën. Bravo, nga kush e tha se në ndove, pastaj cili ndroi partitë. Tha se ligji mund të ketë mangësi, por është bazë e mire cila në të ardhmen me debate dhe me amandamente mund të përmirësohet. Asnjë ligj nuk është i përkryer. Mendoj se kjo formë se si është menduar i tërë sistemi është me mënyra më e mirë mundshme, por koha është testi më i mirë për çdo ligj. Në momentin që e shohim se duhet të përmirësohet, ne mund të ulemi sërish dhe të diskutojmë dhe të përmirësohet ligji në të ardhmen, por mes asaj që të mos kemi fare ligj dhe kemi një ligj në këtë formë të përpiluar, përgatitur dhe furtur në procedurë në format më të mira të mundshme, në procedurë të rregullt, me debate, me komitet, me debat hapur, mendoj se është mënyra më e mirë për ta sjellur në ligj. Pra, do ishte mirë sipas Afrimgashit. Të shpërngulim shqiptarët krejt. Do përmirësojmë ligjin pastaj, jo krejt, ata të cilët do jenë lojalë ndaj këtij shteti. Çfarë do të dëgjosh? Çfarë do të dëgjosh? Do vëllëko Brina nuk ka. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj më tej. Dhe Mickovski, mezi se pret që del me deklarata bombastike. Nuk e la pa e përmend Shqipërinë prapë.
dhe shifni se pse nuk e lapa e përmend Shqipërinë prap. Por, unë dalë diku tjetër, ishte sot në Makt Progres në Vinicë. E urem Makt Progresit punë të mbarë dhe suksese. Vërtet është kualitativ. Mirë po, vetë pronarja se apo drejtori apo përfaqësuesi tha, ne kemi shfrytzuar edhe fonde nga Kredia Hungareze, që është për ta përshëndetur. Po nuk është për ta përshëndetur Mickovskin, i cili shkon gati se Goran Bregović i Vjellë ka një ansambël za svadbe i pogrebe. Të pak më serios. Dhe, sepse dhe shqiptarët janë pjesë e këtij shteti. As një investim. Aty normal nuk mungon Sozjeti, HPR, i cili pezi se pret qesar e vendin Nikoloski. Dhe, të ndëgjëm se çfarë tha për Rymën. Dhe pastaj unë ju dini se mbahem mendshëm të komentoj. Пише државниот производител, ЕСМ, оваа или следната недела ќе имаме работен состанок, практично како се купува цената како се купува електричната енергија на пазарот, во случајот универзалниот снабдувач, дистрибутерот, односно снабдувачот на електрична енергија Евана Хом, објавува тендер на крајот од годината за цела следна година. Така што ние сега практично ги подготвуваме сите индикатори, за да можат они на крајот на годината да го распишат огласот и веќе за следната година да обезбедиме, може би еден од ретките случаи ќе биде во Европа, ако не е единствен, каде што граѓаните би добиле до 5% пониска, а може би повеќе пониска цена на електричната енергија. Тоа ќе биде нешто што досега не се случило, да ги искористиме поволностите на обновливите извори на енергија, тоа е сонцето, и во тој микс во текот на целата година да обезбедиме просечна цена на електричната енергија, која што, еве, јас сум умерен оптимист, би била 5 до 10% поевтина од сегашната. Најде да... Po pra, ama dini për cilën ka flet? Flet për vitin e ardhshëm. Allah i koft. Pra, nga prarësi se Mickovski që është në pushtet, nga pushteti shet shpresa për vitin tjetër, që i bën, që thot konkretisht për rulin e çmimit të rrymës elektrike, zakonisht kur mungon rezultatet e sotme, ai hudhet në vitin tjetër. Dhe atë e cila po qarkullon kohëve të fundit në rrjetet sociale, fustani me kukulla. Dini atë këngën e Sinan Hoxhës, pra, ka të bëjë me Vlenin, dhe Vleni jo që hesht, por nuk i dëgjohet zëri hiç, edhe a merr frym. Kur pushteti shet shpresa për vitin tjetër, tash unë bëhem i mendshëm, zakonisht i mungojnë rezultatet e sotme. Deklarata e kryeministrit se vitin e ardhshëm mund të ketë energji elektrike më të lirë nga 5 deri në 10%, ngre më shumë pikpyetje se sa ofron përgjigje. Jemi ende në mesin e vitit dhe qeveria po flet për një ulje të mundshme të çmimeve pas shumë muajsh. Ndërsa qytetarët presin zgjidhje konkrete për problemet që i prekin sot. Nëse qeveria ka një plan serioz për uljen e çmimit të energjisë, atëherë duhet të tregojë qartë se mbi çfarë llogaritësh bazohet ky optimizëm. A janë rritur kapacitetet vendore të prodhimit? Ai thot po. A janë siguruar kontrata më të pavarshme për furnizim? Ai thot po. A ka reforma konkrete në sektorin energjetik? Ai thot po. Pa këto përgjigje pra të shkruara dhe të miratuara deklarata mbetet më shumë një slogan politik se sa një politikë argumentuar. Pikrisht këtu që ndon problemi propagandës moderne politike, flitet për të ardhmen për të shmangur llogaridhënien për të tashmen. Dhe qeveritë nuk maten nga premtimet për vitin e ardhshëm, por nga rezultatet e sotme. Qytetarët nuk paguajnë fakturët e vitit 2027 tash, ato që u vinë për çdo muaj tani. Prandaj më shumë se deklarata optimiste publiku pret transparencë, shifra dhe masa konkrete aktuale. Pra, premtimi për energji më të lirë rrezikon të mbetet vetëm një tjetër titull mediatik që harohet sa të kryej cikli i radhës politike. Pra. Çfarë nuk do të dëgjosh? Ama çfarë nuk do të dëgjosh? Allah dhe kohë. Mos e mozhe. Dhe ka dalë sot edhe ka folur edhe për diçka tjetër. Ka folur se si janë mbledhur para dhe se si autostrada kryqëzore vazhdon të rrethohet me 175 milion të reja financim të siguruar nga bankat vendase e kështu me radhë. Dhe ka folur edhe për 3 kilometra pranë Bukojçanit, një rrugë e cila duhet projekti Bukojçan-Kërshov me vlerë 220 milion euro të financohet nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim. Mirë po, përmendje edhe segmentin Bllatë-Shkup me vlerë 250 milion euro, duhet të fillojë zbatimi muajin tjetër. Hajde shohim. Por, e dini cila ka qenë ajo qershia mbi tort. Është planifikuar modernizimi i rrugës për në Kërshov, si dhe rruga Shkup-Jegunov-Tetov-Gosivar, e cila është
një linjë hekurudhore ekzistuese me një gjatësi për rreth 81.5 km dhe vazhdon drejt Kërçovës, për cilën po përgatit dokumentacioni i projektit. Sipas planeve aktuale do të jetë e mundur të arrihet një shpejtësi për 120 km/h dhe kryeministri Micković shtoi se në Shqipëri pothuajse nuk ka punime në këtë hekurudhë. Dhe ja. Dhe pastaj kur u thuash se pse Shqipëria, nuk jemi në Shqipëri, jemi në Maqedoni, të arsyetoj se pse nuk do vazhdojë ndërtimi i kësaj, po nuk do vazhdoj. Shkupi Gonovë se to Gostivar Kërçov do pret edhe një kohë të gjatë. Do pret. Dhe. Partitë shqiptare opozitare në parlament vrapojnë që të kapin komisione dhe nuk mërziten fare se jo që mbahen patriota, kush u tha. Ju jeni të zgjedhur të popullit. Në momentet caktuar ju duhet të paraqitni jo mendimin tuaj të partisë tuaj, por të votuesit tuaj. Dilni nga parlamenti. Mos shkoni në disa seanca ku pritet të kalojë badenteri. Bëhet një gabim. Pra ka gabime politike, po ka dhe faje politike. Pra gabimet politike normalisht ndoshta mund t'i korrigjojmë edhe me ndihmën dhe suportin e partnerëve ndërkombëtar të Unionit Evropian të Shtetit Bashkuar të Amerikës, po faji politik nuk mund të korrigjohet. Pra nëse bën faj politik, gjenerat e tëra mund të gjejnë konsekvencat dhe implikimet e fajeve të tilla politike. Në fakt, ne e dim që edhe kjo qeveri e udhëhequr nga vëmëllë të komuneja, pra është e vetëdijshme që ligj për përfaqësim të drejtë barabartë duhet të sjellë, patjetër të sjellë në qytet. Sepse pavarësisht qëndrimeve kategorike në lidhje me nisjen e negociatave në Unionin Evropian, kur do hapen kapitulli 23-24, nuk ka çare pa mos sjellë ligj. Dhe fatkeqësisht, vëmëllë të komuneja e shfrytëzon këtë momentum, këtë mundësi që vetë një ligj pro forma të realizojë atë që kur të hapën edhe kapitulli të arsyetoj ja, kemi ligj. Po, mire ka këtu, kemi ligj. Ajo e cila po argëton të varët, po sëshisht të varët, është Komiteti i Veteranëve në BDI. Interesant. Dhe të gjithë pyeshin, kjo është përvojë për të ardhmen apo vazhdimi i ndikimit nga prapavia? Unë them vazhdimi i ndikimit nga prapavia. Çfarë do Komiteti i Veteranëve në BDI më? Për arsye se Aliameti ka thonë do bëjmë rifreskim, do bëjmë riorganizim, dhe ata arrin pas, ja majka. Unë vërej se në degën e Tetovës vërtet ka ndryshime e mirë, po në prapavihen njëjtit njerëz. Në degën e Shkupit vërtet ka ndonjë ndrim, por janë kretë. Kritik logjike. BDI dhe prallat e Aliametit për reforma dhe freskim tash më i rseton Bujar Osmani, jo Artan Grupi, në çajër degën e BDI-s, Komitet të Veteranëve. Çfarë nuk do zbuloj Aliamet. Formimi i Komitetit të Veteranëve nga BDI në çajër ngre një pyetje legjitime. Nëse partia sinon renovim dhe hapësira për gjëra të reja, a nuk rrezikon që këto struktura të shndrohen në një mekanizëm për ruajtjen e ndikimeve të figurave të vjetra nga prapavia? Po. Dhe ne në Tetov jemi vetëm që nuk kemi dhënë aplauz. Musa and Company, shqyqir që një ditë më përpara duan, që lajmet janë, ta bartin Selin nga Reçica e vogël në Shkup. Ma afër Artan Grupit atje. Po nuk mund të ikin stilit kritik dhe shkatrues të verdiktit të popullit i cili ia dha besimin sepse këta thirrishin në UÇK, edhe nëpër provinca. So mund të jetë provincë dhe mbetet. Nuk është kryeqytet, është kryeqytet i shqiptarëve, por jo kryeqytet. Gostivari mund të jetë provincë, por është qytet në Pollok, ku shumica janë shqiptarë. E gjithashtu. Historia do të ndjek edhe në Stamboll, po të shkoni. Juve të kreut të BDI-s. Ku të shkoni? E dini punën e Stambollit. Çfarë bënit atje dhe çfarë u tha pastaj ambasadoria amerikane? Çfarë u tha? Okej. Tash më doli vetëm shkurt do i bi se nuk merrem me të. Provimi i respondencës nuk është dhënë asnjë në gjuhën shqipe, Shësivari pra jetoni për dra versionin, nuk është zgjidhje gjysmake për modeli kombinuar. Okej. Kush nuk tha kur gjë. Okej. Dhe shumë çka në Maqedoni veç po merr. Mickoski doli sot dhe tha qendra klinike në Shkuperia duhet të ndërtohet në plan përpara Prishtinës Boris Trajkovski dhe do lidhet nëpërmes një tuneli. Çfarë nuk do dëgjosh. Dhe dëgjoni, ka një zot. Sado që të bësh investime, ka një zot. Janë rritur harxhimet për jetesë për 4.8% ushqime dhe transport. Dhe
kush I godet buxhetin e qytetarëve? Ushqim. Ndërsa koha veç ka filluar të prishet në manastir, vërshohen disa rrugë. Okej, nuk është okej, por unë këtu ju përshëndet dëgjoni nesër mbrëma. Ishte në podcastin me Mesut Shabani.